Selamu alaikum të dashur miq, kjo është emisioni e thëna e pa thënë. Edhe sot, si zakonisht, me Hoxhën Ekrem do të flasim për një temë tjetër, ndërsa më vonë do të mirpresim edhe juve që të na bashkangjitni të flasim lidhur me këtë temë, por edhe të marrim pyetjet tuaja. Në fakt, do të ndalemi tek dashuria për vendin, dashuria për atë dheun, se kush e do më shumë. Mirë se vjen Hoxh. Mirë të takojmë. Në fakt, kur e kam publiku këtë temë, Hoxh, kam marrë disa komente dhe pritshmëri nga njerëzit se debati do t'jetë mes neve të dyve. Kush më shumë, unë apo ju e do vendin? Unë mendoj se unë. E thonë pajtohë me mendimin tënd, edhe unë mendoj se unë. Pse? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bujar të përgëzoj, ke zgjedh temë të mirë edhe të rëndësishme. Madje menoj ke zgjedh mënyrë të bukur të trajtimit të kësaj teme. Ne nuk flasim vetëm një ditë në vit për çështjet. Për arsye se jo, ti thuaj, mund të thuash edhe flasim një ditë ose 2 ose 5, por ne e duam vendin gjatë gjithë vitit. Realisht, nëse do të duhej të shpallej një garë e sinqert, fisnike, korrekte, se kush po e do vendin më shumë, atëherë padyshim se kjo do të prodhonte shumë dhe dashuri, do të prodhonte shumë patriotizëm, shumë mirësi, shumë devotshmëri e kështu me radhë. U futa në imagjinat, Hoxh. Një garë të mirëfillt edhe fisnike. Tash ti imagjino kështu. Themi ta zgjedhim atë dashsin e vitit, patriotin e vitit, e kështu me radhë. Edhe kriteret e vlerësimit do të duhet të ishin tatimet e paguara, faturat e paguara, obori, dhe jo vetëm, por edhe sokaku i rregulluar edhe i pastërt. Asnjë dënim në komunikacion. Zero gjoba në trafik, një hulumtim në fqinësi, në kujshëllëk, të gjithë kënaqën, të gjithë e votojnë filanin për patriot. Unë mendoj se ka njerëz të tillë, Hoxh. Pa pikërisht që ka. Unë kur nuk e vënë më dyshje që ka. Edhe unë edhe konsideroj se nuk janë pak. Mirë po, a e di kush edhe çka i vënë në hije këta njerëz, ata patriotët e mirëfillt. I vënë në hije ai pseudopatriotizmi, i mbushur me urrëtie, i mbushur me përmbajtje toksike, i mbushur me sharje ofendime, i mbushur me linçime, me etiketime e kështu me radhë, e që në të vërtet, nëse themi tash vendin e dua më shumë unë apo ti, unë me drejt do ta... Dhe këtu është ideja e kësaj teme. Me drejt do ta bëja një pyetje. Çka nën kupton ti me pyetjen, a e dua unë vendin më shumë? Cilin vend? Nëse e do vendin më shumë, pa njerëzit e këtij vendi, atër nuk kemi të folë për këtë punë. Ja, s'kemi të folë për këtë punë. Se kështu vendin e dojmë të gjithë, padyshim edhe kriminalet e dojnë vendin shumë. Për çfarë arsye? Për arsye se cilin me e pyet sa kishe pas shef me pas tokë të vendit tanë, se cili nuk do të ngopej. Imagjinata do të... E me çka mate dashuria për vendin? Ta dush vendin bujar bashkë me njerëzit që jetojnë në te. Të mos i urresh njerëzit, të mos silles keq me ta, të mos u bësh keq, të mos i ofendosh, të mos i ndash njerëzit nëse nuk mendon si unë ti je kundër meje, i armiku i vendit tim, e kështu me radhë. Unë menoj se kur është në pyetja dhe dashuria, se atë dhe është më i madh se ne. Pra ju po e përjashtoni mundësinë e dashurisë ndaj vendit përmes fjalëve, përmes debateve e kështu me radhë. Madje edhe këtë s'po du me e thonë. Kërkohet ajo ana praktike e dëshmisë. Jo, edhe këtë s'po du me e thonë, s'po du me insistu në këtë, edhe pse edhe kjo është kogja e vërtetë, që ashtu që po thu ti po insistoj për diçka tjetër, për diçka më larg. Kemi shku shumë larg o bujar. Hajde edhe të shtyhëm edhe me fjalë, cili po e don vendin më shumë. Po nuk e dojmë vendin as unë, as ti, nëse fillojmë ta shajmë njëri tjetrin. Nëse unë edhe ti etiketohemi në mënyrë me reciprocitet, si tralltar, si të pandershëm, si hajna, si kështu, si ashtu, as ti as unë se dojmë vendin. E don atë vendin pa njerëz, që po them, i don privilegjet edhe mirësitë e këtij vendi. Kjo është egoizëm, kjo nuk është patriotizëm. Pikërisht përpjekje, tendencë për me ushqy egon sa më shumë. Andaj të duash vendin, nuk di të ketë manifestim më të mirë të atë dhe dashurisë. Ani pse prapë përjetojmë një kohë ku secili
e ka kriju një lloj mjeshtrie, secili, kur po tham, po flas për një pjesë njerëzve, jo për të gjithsesi, e kanë kriju një lloj mjeshtrie me t'i kap fjalët për bishti. Edhe me i komentu mrapsht, s'prapthi. Unë them, nuk dit këtë manifestim më të mirë të atë dhe dashurisë, se sa duke u bazu në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e habbun nasi ila Allahi anfa'uhum lin nas. Më i miri për të gjithë njerëzve, më i dashuri për të gjithë njerëzve tek Allahu është ai që u sjell më tepër dobi njerëzve. Pa kufizim, jo njerëzve vetëm muslimanëve, jo vetëm besimtarëve, jo vetëm xhamatit xhamis, jo vetëm atyre që mendojnë sikur te. Po njerëzve, kush do që quhet njeriti, duhet të jesh i dobishëm për te. Edhe ky njeri do të jetë më i dashuri për Zotin fuqiplotë, derisa është i ktill, s'ka dyshim që ky është edhe atë dashës. Është edhe patriot, është edhe i devotshëm, është edhe i përzemërt, është edhe i mirë, është edhe musliman. Kur flasim në kontekstin e shoqërisë sonë, kur flasim për vendin tonë, për Kosovën, në të kaluarën, disa dekada më parë, ishte atë dashuria e shprehur shumë edhe në vepra, që rezultoi pastaj me luftën dhe çlirimin e Kosovës. Dhe tani, pse ka hapësirë të flitet për atë fjali, unë jam më kombëtar se ti? Pse po ndodh kjo? As po e din ti pse? Atëherë kur ka qenë vështirë me qenë patriot, atë dhe dashës, për një mend veç ata të vërtetit janë dëshmu. Sot kur është kollaj me thonë, unë jam patriot, e thonë të gjithë. Prapë edhe këtu s'kemi kurfar problemi. Okej, le të dihet se çka është një ndjenjë, mja dash të mirën në vendit edhe popullit edhe kështu me radhë. Amo, kemi ardhur në një situatë në cilën njerëzit që përfaqësojnë diçka shahen, paramendo. Fjalori i njerëzve që përfaqësojnë diçka, edhe përfaqësojnë në një farë mënyre, kanë legitimitet të dhënën prej një masë njerëzish, edhe paramendo çfarë fjalori është ai, çfarë ofendime kanë, çfarë degradimi i reprezentimet, e i burnis, e i mençuris, e i dijes, e i çka do të qoftë, që fatkeqësisht gjitha këto kanë mbetur vetëm amballazhat. Esenca mungon. Mi qel ato amballazha është se pothuajse fare s'ka gjana në to, s'ka përmbajtje në to. Edhe isha njerëzit për shembull to e marr prej botës të politikës. Fatkeqësisht ata mas tepërmi kanë degradu, edhe ata mas tepërmi na kanë kontaminu edhe neve. Por në anën tjetër edhe qytetarët. Shih rrjetet sociale, shih komentet e tyre, shih mënyrën se si shprehen. Ma thuaj të lutem, kush po i frymëzon ata qytetarë me usha këto, kështu. Mendoni që elita politike? Pse ju nuk mendoni që elita politike? Kjo është pyetja ime. Po edhe unë juaj. Tamam, ja kemi nisë mu përlaç tash. Hajde debate. Seriozisht, po du me thonë, Bujar, nëse unë do të isha lider, s'po di cilën shprehje me përdor. Edhe, ose, po e marr shembull vetën, jam hoxhi, imam. Megjithatë është një xhamat. Jeni lider, pra. S'po du me thonë lider. Me besimtarët. Po, një numër i besimtarëve në një farë mënyre marrin si model. Me fillu tash unë me usha me kolegët e mi. Filan hoxha nuk ban, kështu. Ky tjetri kështu, edhe faktikisht me i eliminu të gjithë për me mbet vetë. Që ata njerëz që më dëgjojnë mu, a janë 10, 100, 1000, pa ka rëndësi, shumë normal që ajo gjuha ime është legjitimim për gjuhën e tyne. Ata nuk i hin fellit, e kanë modelin, edhe modelit që ka ban, do më thonë, e marrin si ta provuar. Si ta provume, ka legitimitet. E njëta gjë fatkeqësisht po ndodhe edhe në këtë diskursin publik, edhe sikur të mos shaheshin liderët edhe përfaqësuesit e popullit ndërmjet vete. Po edhe njerëzit nuk do të shaheshin, se s'kan arsye me u shah, në esencë me po me na e heka të lëkurën që na e ka djek djeli, dalim të mirë. Ose që na e ka mbulu ploni, dalim të mirë. Çka do thotë kjo? Kjo do të thotë, Bujar, se këto për cilat po flas nuk i kemi origjinale. Çto deformimet në ofendim. Për deformime. Po për deformime po flas. Çto deformimet nuk i kemi origjinale. Ne në të vërtetë
A i din të shukon shqiptarin të kaluman. Kanë qenë hasmëri. Ka dalë dhe ja ka zonë prita, hasmit, për me e vra. Po flasë me atë logikën e thjeshtë se qështu ka ndodhë. Ja ka zonë pritën edhe nëse ka kalua të pare, e ka vra, e ka nxjerr hakun, edhe e ka pas një lloj larg atij debatit, a është me vend, as është me vend, se kërkush s'ka drejt me e marrë drejtësinë në dorë, për mos mu keq kuptu, po megjithatë edhe llogarit i lam. Mirë, po nëse ka dal me vra, e ka zonë pritën, edhe ka ardhur hasmi në shoqëri të ndonjë femre, që ka mujt me qenë nona e tij, gruaja e tij, motra e tij, çika e tij, nuk e ka vra. Ani pse ai ka pas gjak borx. Edhe në logjikën e këtij që e ka zonë pritën, gjaku i tij, ai ka qenë shënjestër legjitime. Nuk e ka vra. Masani i ka çu fjalë, i ka thonë, unë kam dalë me të vra, edhe kam mujt me të vra, po Zoti s'ka dashur me të vra, i faluni. Sot le që s'ndodh kjo, ai ke pa njerëzit, i shohim lajmet, i dëgjojmë dhe i lexojmë ato që quhen kronikat zeza, kacafyten, grinden, rahen, edhe në prezencë të familjarëve, të gjinisë femrore të familjes. Që realisht nuk ka qenë traditë e jona. Pastaj i sheh njerëzit grinden me gra, ofendohen në mënyrat ma të papranueshme, ma të këqija. Mundet me thonë dikosh, po edhe ato pelypjen se kur nuk duhet me mendu se nëse i përgjigjesh dikujt ofendimit me ofendim, që kime e ndalë, përkundrazi, veç kime e ndez hala. Plot gjanat këqia munën me u eliminu duke i hesht, duke mos u marrë me to. Andaj, përderisa të mos e përmirësojnë, të mos e ndreqin gjuhën edhe mënyrën e komunikimit, përfaqësuesit, ata që kanë ndikim në popull, ne e kemi vështirë me mendu për një gjendje më të mirë në këtë aspekt. E thash, pse dolëm te kjo pjesë, nuk është tema jonë diskursi i komunikimit publik, por tema jonë është edhe dashuria, po ne s'muj me thonë se për ndryshe edhe okupatorët e ndryshëm për shkak dëshirës për me posedu që tokë i kanë bo luftat edhe invazionet e ndryshme. Dhe thonë edhe lufta e fundit u bo për shkak të qësaj. Na e kena dasht lirin, ata s'kan dasht me na e lonë këtë vend, se edhe ata e kanë dasht këtë vend. Sërbët hala i këndojnë Kosovës, po thuj se përqindje e madhe e folklorit tyne, sillet rreth dashurisë tyne për Kosovën. Po Kosova s'është e tyne. Kështu që edhe ata e dojnë vendin, po s'na dojnë neve. E thash na nëse e dojmë qëtë vende, se dojmë njëri tjetrin, ma thuaj ku është dallimi. S'bëj pjesë në ata që çdo gjë e krahasoj me fqinjet tanë verior, ama për një mend nga njerë po do të me gry aq fuqishëm. Edhe as dhim shumë sa me ishti njerëzit me mendu. Pse dashuria për vendin përdoret edhe për të akuzuar njëri tjetrin për çështje të ndryshme. A ka mungesë të vlerësimeve reale, të problemeve reale, apo ka diçka tjetër këtu? Devijum pak pej temës se e bane një pyetje të mrekullueshme kur the pse atëherë kur u kanë më vështirë njerëzit për një me e kanë dëshmu më bindshëm edhe më mirë edhe më konkretisht se e kanë dashur vendin. Për shkak se vështirësia prodhon kualitet dhe cilësi. Ndërsa mirëqenia prodhon hipokrizi. E tash kur i dëgjojmë njerëzit duke u rrahë ndërmjet vete me patriotizëm, me atë dhe dashurie, me vendin e ti mik, ti armik, ti me Sërbin, ti pa Sërbin, e kështu me radhë, atëherë të vjen në mend ajo që ka thonë poeti, e ka thonë Ali Aslani, apo kush, patriotizmi është streha e fundit e maskarenjve, jo se patriotizmi është gjë e keqe, është gjë e duhur, mirë po kur fillojnë edhe maskarent me u marr me patriotizëm, po me kontrabandu të ligat e tyne në emën të patriotizmit, atër për një mend njerëzit e mendshëm edhe ata patriot të vërtet veç elshojnë rrugën edhe nalen edhe çuditën, thonë o Zot, çka është duke ndodhur me këta njerëz. Kështu që unë prapë vazhdoj me thonë atë që e thëmë gjithmonë, bile ndoshta mas tepërmi me ty e kam bisedu këtë punë, patriotizmi është përmbajtje, nuk është deklarat. Nuk është pretendim. Sikur edhe imani të na, të muslimantë, imani nuk është pretendim.
nuk ka qenë as te ehli kitabët, Allah i madhruar kështu thot, lejse bi emaniikum, wala emani ehli kitab. As nuk është pretendim për juve, as pretendim për ehli kitabët. Me ya'mal su'an yujza bih. Edhe çdo kush që bën keq s'ka çare pa dhënë përgjegjësi për te. Kështu që edhe patriotizmi nuk është pretendim. Patriotizmi ka qenë pushka që ka krisë për liri, gjakosh që është derdhë për liri, kontributi që jipet sot për mirëqenje për kështu me radhë, që nuk është i pakt gjithsesi, mirë po zhurma e maskarenjve, nga njerë e vënë në hije edhe zbehat patriotizmin e vërtet. Megjithatë, a ka hapësirë të debatohet për këtë temë? Se kush është më... Kush është më për veti kur me andje se kësha bo këtë, me kërkan dënja se kësha bo këtë biseda, jam unë ma patriot se ti, ati ma patriot se unë. Për arsye se, se këtë tem hap, unë menoj që këtë tem do të ndoshta veç në mënyrë satirike ose ironike me trajtu. Nërsa në mënyrë konkrete, unë për veti s'kisha pranu kur njerë me ullë një tryez me dikan edhe me thonë, hajde t'i qesim argumentet, a jam unë ma patriot ati. A në të vërtet, a do të nga njëherë me e thonë, ose a do të nga njëherë me u thonë, jo me e thonë ti për vete, por me u thonë edhe me u dëshmu duhet, për arsye se nga njëherë të servohen gjona të liga, shumë të liga në emër të patriotizmit edhe të dashurisë, ose dashurisë ndaj kombit. A të përmendin jo, shumë të madhe besoj që kemi u pajtu. Praktisja islamit, pretendimi për të kthy në fenë të parve, e kështu me radhë, gjona këto të cilat të shqiptarët nuk kanë qenë kur njerë teme debatit. Janë shumë destruktive, janë shumë përqarse, janë shumë të rrezikshme, edhe vinë shumë ndesh me harmoninë ndërfetare që e kemi trashëguar me shekuj. Mendoni se kjo nuk ka të bëjë me lirinë e shprehjes? Jo, të përfundoj çka po du me thonë. Kretë kjo, edhe pse mirë po, a din çka është më e rënda dhe më e rrezikshmja. Kjo po don me u servu popullatës në emën të patriotizmit. Ndërsa po shihet se një pjesë të madhe të atyre njerëzve, edhe promotorëve kryesor po i dalin rrojt pikërisht atje ku po ata po pretendojnë se s'do të më i pas rrojt edhe lidhje, të fqinje verior. Kështu që okej, vazhdo ti me i qu projektet tua për para, ama veç mos u mëno për i zatë Zotit, mos u mëno me mishit si patriotizëm edhe si atë të dashuri. E tash, a ka drejtë se cili? Për mu, ka drejtë se cili me zgjedhë në qka të dënë letë besan. Absolutisht, unë se kam problem, apo dënë me mbet musliman, apo dënë me praktis islamin, apo dënë me përqafu besim të ri, apo dënë mas një vjeti me bo eksperiment me ekshyrë një tjetër e kështu me radhë, puna e ti është. Mirë, po një gjo e cila për mu është e shenjtë, nuk du me ma prek. Edhe nuk du me më sha, me më ofendu në te. Për arsye se pastaj reagimi im do tjetë i arsyesha. Ashtu sikur edhe unë pranoj që një gjatë cilën ti e konsideron të shajt edhe ajo për mu mundët mos me qenë me ndonjë vlerë të veçantë, megjithatë kur gjë s'm kushton me të respektu. Se Allah i madhruar na ka mësu kështu. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allaha adwan bighayri ilm. Mos i shani ata hyjnit që ata i adhurojnë në vend të Allahut, se si reakcion ata do të ashajnë Zotin duke mos ditë. Kështu që ne i kemi të qarta këto punë edhe nuk besoj që ka në këtë diversitet të besimeve dhe të identiteteve në qiellin tonë ma tolerant se besimtarët musliman. Ani pse dikush ka me thonë jo, me përmend raste të veçanta të ndonjë pamaturie në shprehje ose në qëndrime ose kështu me radhë. Megjithatë, mos të harrojmë se jemi shumicë edhe shumica gjithmonë e bën, si me thonë, e bën pjesën ndërmuese të mozaikut. Identiteti jonë është identiteti i mirëkuptimit edhe i harmonisë. Edhe duke qenë se ka funksionu kështu edhe jemi mburë në vazhdimsi, kujt i takon merita? Takon merita. Nëse një vend punojnë 100 punëtor, edhe punën më të madhe e bojnë 95 ose 96 për i tyne, ata 3-4, pavarësisht çka punojnë, puna e këtyne shumicës shkon, domethënë del në pa. Edhe merita të takojnë atyne, edhe lavdata të takojnë atyne. Si jemi thash të fol këtu se kush do të mi marrë meritat për harmoninë që e kemi pas. Mirë po, jam të fol për kush do të me marrë përgjegjësinë për me erujt paqen edhe kohezionin shoqëror. Dhe ju e thatë që nuk është e rëndësishme, apo nuk ka nevojë që diskutohet kjo temë
të bëhen debate për këtë temë. Megjithatë këto po ndodhin në shoqërinë tonë. Sa është e dëmshme, sa është e rrezikshme kjo për brezat e rinj që vazhdimisht të dëgjojnë këtë retorik ne kundër atyre, pra në një popull përbashkët. Edhe një popull të vogël, relativisht të vogël. Sigurisht që kam i pas pasojat e veta. Edhe sot njerëzit e thojnë një gjatë tillë dhe e potencojnë, e kam fjalën e potencojnë atë dashurin shterpe, atë të pretendimit, jo atë realen, ose patriotizmin e pa mbules në vend të atij realit, kryesisht e bojnë edhe njerëz që kanë komplekse. Çfarë komplekse? Mbase e kaluara e tyre i rëndon shumë në ndërgjegje edhe kanë dëshirë. Po mendoj kjo është evidente te disa njerëz, kanë dëshirë që mos me dalin pa ajo çfarë kanë bë ose ajo çfarë nuk kanë bë që dashte me bë, edhe tash hajt prej kompleksit, prej inferioritetit që e përjetojnë, të mbulojmë me tupan, me folklor, me pretendime, me çka do të qoftë. E tash, nganjëherë ti e din se edhe nuk është lehtë me hesht, edhe nuk është lehtë me u tregu i maton, për arsye se maturia normal nuk do të thotë heshtje, por edhe nuk po është e lehtë bujar me hyrë thes me gjithë secilin. Problem. Kalojnë euforita, përshë sot një javë kanë 28 nëntorit, që temë kena pas sot një javë me majta, është shto apo jo? Mirë po e kemi shty për sonte për shkak se sot një javë s'kemi majtë emision. Ama unë mendoj se aktualiteti i kësaj teme është gjithmonë i freskët. Ndërsa ku janë ata që i kanë stolis kerët e tyne me flamuj e kështu me radhë, gjithë natën kanë bo zhurme, kanë bo kështu me radhë. Tash merren me tjetër punë, për arsye se të kom kallëzu, euforia kalon. Euforia është diçka që më tepër ka zhurmë edhe tym se sa që ka realitet. E unë kisha pas qef kur një, dhe më thonë që dashuria ime për atë dheun, e për kombin tim, e për komunitetin tim, tjetë euforike. Unë kisha pas qef që dashuria ime tjetë përmbajtësore, edhe tjetë produktive, ashtu që do të prodhoj gatishmëri që gjithmonë me qenë individ dobi prorës për rrethin ku jeton, asnjëherë i damshëm, të paktën jo me vetdi edhe me qëllim, për arsye se ne gabime bojmë gjithsesi, mirë po kur njëherë nuk i bojmë me qëllim, me paramendim edhe me vetdije. Pra një patriotizëm që nënkupton punë, edukim, drejtësi, Sakt. E të ngjashme. Mirë, Hoxh, le të prekim pak historinë profetike, Muhamedit alayhis salam. Si e shpreh ai dashurinë për vendin e tij? Nuk ka dashuria është dashamirësi. Dashuria vetëm si emocion i zbrast ka manifestim të rrallë. Ajo dashuria deri në vesh që thojnë. Mirë po dashuria për tandën, për tandin, për vllaun, për familjarin, për kushëririn, për kojshion, për kolegon, për e kështu me radhë, ajo në të vërtet nuk është thjesht emocion. Është ndjenje dashamirësisë, ja don të mirën edhe përpiqesh je i përzemërt në atë dëshirë për të mirën ndaj tjetrit. Që kështu ishte Muhamedi. Pejgamberët ishin kampion në këtë dashamirësi, madje të fillu prej të largëtve. Pejgamberët ishin zemrat plot me dashamirësi për njerëzimin, deri tek ata, pra e dashamirësi i prekte edhe ata që armiqësisht u sollën me pejgamberët e Zotit. I dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot jam sikur duke e pa një pejgamber i cili e fshin gjakun nga palli i tij, duke thonë o Zot fali, pasi që populli i tij e xhakason. O Zot fali se ata nuk dinë se çfarë janë duke bë. Para mendo, dashamirësi për armisht, për ata që e xhakason, edhe pse do të ishte shumë e drejtë që në vend se me u lut për ta, me i mallku. Mirë po pse është e drejtë, do të thonë që është zgjidhja më e mirë, edhe zgjidhja më e duhur. E kështu që pejgamberët e Allahut në përgjithësi e dhanë shembullin më të mirë në këtë aspekt. I fundit prej tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që është shembulltyra me legjitimitet të pakontestueshëm për të gjithë neve, për gjithë njerëzimin,
ai në çdo hap, në çdo porë të jetës vet tregoi se si duhet advojë. Fillimisht kur u dasht me braktis vendin e vet edhe me emigru, u tregoi njerëzve me lutjen e tij dhe me keqardhjen e tij kur u kthy ka vendlindja, tha oj vendlindje, oj Mekë. Kur e la Mekën. Ti je më i dashur, vendi më i dashur për mua, sikur të mos isha i detyruar kur me dëshirën time nuk do të braktisja. Mirë po, ka momente kur edhe pse adhveu vendlindja duhet shumë, megjithatë rrethanat ta imponojnë që ta braktisësh. Këto e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këto e kanë bërë gjithë njerëzit e mëdhej që kanë pas kauzë edhe për vendin e tyne që me u zhvendos përkohësisht për me u kthy me triumfin e kauzës. Pastaj veprimtaria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej ditës së parë që u bë pejgamber deri në ditën e fundit të jetës së tij, që ishte një periudhë 23 vjeçare, në çdo hap, në çdo veprim, në çdo vlerë që e promovoi, në çdo fjalë dhe udhëzim që e tha, ishte promovim i advërdashurisë. Vetë imanin si diçka jo vetëm madhështore, por edhe shumë të veçantë kur e promovoi, tha imani ka 60 ca deg, më e larta është fjala la ilaha illallah, më e ulta është ta largosh një pengesë nga rruga. Një mbeturinë që dikush e ka hedhur para teje, ta largosh nga rruga është iman. E kjo është ruajtje dhe kujdes për ambientin në vendin tonë, e që patyshim se nuk di çka ka më konkrete për me manifestu dashurinë për atë dhejun se sa ta mbash pastër atë. Kështu që nëse dojmë tash atë pyetjen fillestare me apliku çto, a ma shumë e duon vendin... Si matet dashuria. Jo, a ma shumë e duon vendin, apo te shohëm, a ma shumë kush po qetë pengesa dhe kush po largon pengesa prej rrugës. Kush i hedh mbeturinat në koshin e plehrave, ku e kanë vendin, edhe kush i hedh aty afër. Edhe kush i gjun për balkonit edhe për dritarës së katit 5-6 kështu me radhë, që neve po thujse në bazë ditore në ndodhë me në radhë diçka prej lartit. Edhe me bo me e që kryt në alta, aty në dritare e shenë ndoshta një flamor kombëtar duke u valvit. E thash, ku është patriotizmi këto? A është për një mend të qaj flamor atje që e ka qitë në dritare, a është të kjo kesja e mbeturinave që e ka hedhë poshtë? Me cilën njësi me e matat dhe dashuri. Une e kom thonë edhe kom shkru edhe të kaluën për këte. Kur të bëhemi të mire, korekte, të kujdesshme, të pastre, pedante, të dobeshëm për rrethin e kështu me radhë, pastaj të ka hije edhe plisi, të ka hije edhe flamuri, të kanë hije edhe tirqit, të ka hije edhe festa, ki arsye të festash, s'paku na muslimanët jemi të mësumë që të festojmë pas sukseseve. Mirë po të dur të bash prej sukseseve, festa që e të festu? Të i festu bërlogjet që i ke gju, e beturinat që i ke hedh, e punë të këqia që i ke bo. Janë të sinqerta këto? Vallaj, bojar, hajtë thujma ti mua, janë sinqerta, as janë sinqerta. Unë po kam shumë qef me e pas gabim. Kretë të shqecime që apo i shpalosi janë shqecime, nuk jem të i folë për i nati, si jem të folë për dikend jashtë meje edhe teje. Për mua dhe për ty jem të folë edhe për rrethin që në rrethan. Shumë kësha pas qef me e pas gabim. Shumë kësha pas qef, unë me uzgju nesër në mëngjes edhe kur dalë, mi pa të gjitha rrugët e qytetit tim, të pastërta të mira, kjerët të parkume që shduhet. Po ja që... Dhe këta, ja kemi borgjë vendit. Po qështë ja kemi borgjë, bojarë, se një gjatë cilën kemi mundësi me e bo mirë, edhe s'ka kosta, na e bojmë keqë. Unë nga njerë hatrohem edhe me gjematin tim. Kur vinë namaz gjumas, e ishe për shembull mënyrën se si i parkojnë makinat. E dim se tash faktikisht është ngritë edhe standardi i njerëzve dhe shumica shkojnë me makina në xhami. Do më thonë, ka krizë për parking, edhe në vendin tonë ku të shkojsh, jo vetëm në xhami, po në shkolla, në markete, ku të shkojsh, ka krizë për parkingje. Mirë, po ne si besimtare kemi për një farandi, ne e gjoja elementare që e bojme, që do duhet në mëson të si të jetojmë, është kur bot i kameti dhe reshtohemi në safa për të falë namaz. Do më thonë, njoni nga tjetrit edhe tamam të nxeshun qysh nga ka hije. Pse të njëtën nuk e aplikojme edhe në parking? Me rëndit makinat që shdohet, me shfrytëzun maksimum hapësirën, mos me jazon rrugën njëri tjetrit. Po hajtë rrugën njëri tjetrit se tonë kemi hynë xhami dhe dalim nga dale. Po qysh me jazon rrugën
hyrjet daljet kojshive të xhamis. Me çfarë drejte ti shkon për shembull në xhami, edhe e lën makinën në gjysmë rrugës. Edhe kojshia e xhamis me pas një rast, ose hiç mos me pas rast, hiç mos me pas zar, e drejtë e tina është me dalë me shfrytzu rrugën, qoftë edhe për çef me dalë me shetit. Me çfarë drejtë ja zën ti rrugën, çfarë patrioti je ti? Çfarë patrioti je ti, i cili në bazë ditore, kush jeton në qytet, besoj edhe ti përballash me këtë situatë, e shef për shembull një parking i rezervuar për banorët e çasaj ndërtese, vinë njerëzit në 6:30 të mëngjesit edhe deri në ora 5 masdite e parkon kerën se i ka orë për dikujt, del me ato në rrugës, e pret autobusin ose transportin tjetër me shku në punë, edhe ta zën ty parkingun para derës shtëpisë. Ku është patriotizmi këtu? E ndoshta dikon në xham të makinës i ka të shkruar me shkronja UÇK ose Liria ka emër ose ku e diun që si far muhabete që realisht janë si formulimi janë shumë të sakta dhe të këndshme, po si aplikime të një pjesë e madhe janë demagogji, të një pjesë e njerëzve, fatkeqësisht. Kështu që unë jam për patriotizëm dhe dashuri, po për atë të mirëfillten. Jo me bo gara të mrapshta, se kush jemi patriot. Shprejhet praktikisht dhe jo me betej fjalësh. Bravo, jo me bo gara, dhe më thonë, të mrapshta, po me bo gara të mara. Kush po bëhet më i devotshëm. Se edhe Kurani i legjitimon garat, festebiqul khairat, në punë të mira, boni gara cili po arrini më tepër, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, nxitoni cili po arrini më shpejt te falja e Allahut fuqiplot. Domethënë këto janë legjitime, po legjitimitet për me arrit diçka, konkurs për shembull për kush po e bën një inovacion, ishte aktuale në këto 2-3 ditë e fundit, kush ka popularitet më shumë, ata që janë disa djemë që i ka ky vend që për një mend janë djemë dukat. Kanë bërë inovacionet ndryshme, të lloj-llojshme. Edhe e sheh për shembull sa vlerësohen ata edhe sa vlerësohen ata që prodhojnë asi debate. Jo debate, asi kontenti për rrjetet sociale dhe i sheh sa të me keqardhje, seriozisht, sa të popularizuar janë të budallët në këtë vend apo ja. Kjo është për një mend për keqardhje. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ne do të shkputemi tani për pak çaste, pas pak kemi presim që të na telefononi. Rikthehemi të dashur miq, në vazhdim do të mirpresim që të na telefononi, por edhe mund të na shkruani përmes Viberit mesazhet tuaja, të cilat do t'i trajtojmë gjatë këtij emisioni. Derisa do të kemi një telefonat, lexojmë një mesazh, thotë selam aleikum, aleikum selam. Thotë kur thirrë ezani, ata përcjelli sikur thot hoxha edhe në fund mëshiroje Muhamedit alayhis salam dhe falja Vasilin. A kam në rregull? Jo. Po thonë, kur dëgjohet ezani... Jo, hoxha nuk e thirë ezanin, a? Jo e thiri. Edhe hoxha e thirë. Jo, po, do më thonë, përsëritet ajo që thot, ai që e thret ezanin, edhe në fund fare bëhet ajo duaja e ezanit. Edhe duaja nuk... Pra pas ezanit. Pas ezanit, po. E marrim telefonatën e parë, alo? Duaja e ezanit. Lutem largohu prej televizorit. E marrim telefonatën e parë, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Selam aleikum, bujar. Aleikum selam, ornoni. E përshëndes vëlla Ekremin, edhe juve me selam aleikum. Aleikum selam. Tema kush e don vendin më shumë, unë mendoj se na shumë pak jem të dash vendin. Pse? E lufte e knena, me mija njerë që kanë qenë në pozita ndryshme, kanë mendu vetëm që është mu pasonue, e jo që është me ndërtu shtetin. Faleminderit shumë. Tash 120 deputet, që 8 muja non, që marrin paga, pa votue asë një ligj, pa punu kur gjë, kjo nuk e di qka është hoxhen për pyti një koment në të epë në lidhje me këto. Nuk po thomë në haram apo halal,
Po, hoxha le të përgjigjet. Selam aleikum. Aleikum salam, të falenderit shumë. Po, pikërisht për ata edhe për neve falem. Por ne me gjithate edhe nëse e vrejmë se dikush nuk po e do vendin si duhet, kjo nuk do të bëhet penges që ne ta duam si duhet. Nëse e shojmë dikend se e vjedh ose e dëmton vendin, nuk do të t'i bashkangjitjem edhe ne në atë që ai ban. Po përkundrazi duhet ta ndalim edhe ta pengojmë. Në rastin ton, kush ja u ka dhënë legitimitetin që atyne që kaq muaj e kanë bajt të blokuar vendin. Na ja kemi dhënë. Na të gjithë atyre. Se u përmendën 120, do më thonë jo një subjekt, po një komplet një kuvend, një parlament. Kështu që ne jemi ata cilët po japim legitimitet, pastaj po ankohemi se nuk po dalin që shduhet, që shkem qefna. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Alo, noni? Jeni inkuadru në emision, po i presim. Alo? Si duket po na dëgjon vetëm përmes televizorit. Mirë, si duket u shkëpu tani. Do të presim telefonata tjera, ndërkohë kemi një mesazh thotë nëna po ka qef me shku në umre me një grup shoqesh, a bën me shku pa mahrem? Ajo i ka 61 vjetë. Po, ata që organizojnë umre, ata e din sakt se a ban, a nuk ban. Kështu që nëse ajo organizimi konsideron se shkumja një grupi motrash me një organizim të mirëfillt edhe të besueshëm, ka mendim që ban, edhe unë mendoj se nuk ka problem. Pyetje tjetër, pse disa njerëz harrojnë lidhjet familjare? Po, mungon vetdia, vëmendja e duhun për vlerën edhe rëndësinë e lidhjeve familjare, pastaj një pjesë e njerëzve disi sikur konsiderojnë se lidhjet familjare do e mos të trajtohen me reciprocitet. E unë mendoj se lidhjet familjare duhet të mbahen mbi parimin e mirësisë, jo të reciprocitetit. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk është mbajtës i mirëfillt i lidhjeve farefisnore ai i cili e aplikon reciprocitetin. Demek nëse filoni më vjen i shkoj, nëse më thret e thras, nëse më gostite, gostise kështu me radhë, jo. Por thotë mbajtës i mirëfillt është ai i cili i shkon të afërmit edhe nëse ai nuk i vjen. E thret edhe nëse ai nuk e thret e kështu me radhë. Thot, është votimi haram në islam apo lejohet në varësi të rrethanave dhe qëllimit? Do të doja një sqarim me argumente nga Kurani dhe Suneti nëse është e mundur. Mos po don edhe nga 4 mellhebet me ta dhënë kadale. Domethënë kjo temë është sqaruar me vjetra me qindra herë, edhe është mjaft e qartë. Unë konsideroj se të marrësh pjesë aktivisht në jetën shoqërore, edhe në vendimmarrje për atë që ty të takon, Islami absolutisht nuk e pengon një gjë të tillë. Pyetja e radhës, kur shet që pasuria po e mbys karakterin, çfarë duhet bërë? Pasuria po e mbyt karakterin? Po, mbys e pas ka shkruar. Aha. Kur e shet se pasuria po e mbyt karakterin, çka? Pastaj çysh dhe pyetja? Çfarë duhet bërë? Çfarë duhet bërë? Fillimisht para se me ndodh kjo, se kur të ndodh kjo s'ki çka me bë më, se ai që i ka ndodhur ai s'interesohet me gjithë pyetje. Pasurinë do të më e konsideru mjet, jo synim. Pasuria do të me qenë në dorën tënde, jo në zemrën tënde. Ti dush me qenë pronari i saj, e jo ajo me të posedu ty. Edhe nëse ndodhë qështu, atëherë ti do t'jesh ai i cili pasurinë e shfrytëzon për ta përmirësu jetën tënde, edhe të kësaj bote edhe të botës tjetër. Nëse ndodhë e kundërta, të ka marrë pusi. Allah na ruajt. Vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Urnoni. Alo? Alo, jeni inkuadruar në emision? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Në pyetje për hoxhën. Cila është pyetja? Kështu, pyetja është që sigurisht edhe moderatorit tonë është hoxhi kujtohet këtë pyetje ku bëhet edhe një herë,
Jo që e kom pa këtë pyetje dikon, më nxjerr pe haditheve apo pe ajeteve kuranore se s'jam hoj mirë, po merr atë çka lexoj ka pak. Është në çështje lidhja me që gurin e zi. Në kohën kur filloi Ibrahimi alayhis salam ndërtimin e Qabes, bashkë në qatë kohë ra ai guri. Edhe ai guri ra nuk u kon i zi, po o i bardhë kon. Shkaku që me ramin e tina në tokë, unë zi. Tjetëra është çështje. A ju ka bo ndonjë herë ati guri në analizë laboratorike për NASA-s me di çka ka, çka përmban, tek përmban. A i guri nuk ora në pjesë meteorit, apo nuk është guri rëndëm të areve, diçka po. A e ka do më thonjën e ka shumë të madhe, që rreth ati guri, me miliarda pelegrin, bojnë të vaf ka 7 herë rrethina. E kështu që nuk e kom një, kërkon këtë tytja se kom një që ju po lavë dikon, mu bashkë unë kanë preferu, po gjinderu me krem, të ti me bo këtë tytje. Pse, do s'kanë mujtë, në karata me posë këtë tytje, ne se s'pita me emna, po thamë, aje ka bibliotekin më të fose në Impernavës. E për që ata ndashtat karat, dikun me lidu këtë to. E qartë, faleminderit shumë. Rrugohet të marrim një tjetër telefonat, alo? Salam aleikum. Aleikum salam. A jeni mirë apo janë? Mirë, faleminderit, po ju? Alhamdulillah, ty e dëgju juve, edhe juve, edhe hoxhën e krem, edhe shikust, edhe dëgjust. Krejt mirë është puna. Po thua? Për manak, valla. Cili është qëndrimi yt, Albert, për temën që trajtuam? A duhet këtë debate lidhur me atë dhe dashurin? Unë du me kujtu një thonjët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot, po mos eshin atë që ka po mbojnë, nuk do ta kisha alshu kurve në lindjen që e dënte. E tash. Dashuria ndaj Allahut vetë kjo thonje po të kallëzon që është shumë me vlerë, përderisa vendit nuk i japin vlera, i servojmë antivlera, atëherë që shko mundësi me dosht atë dhejun, kur gjithçka po mënduhemi mu po servil dikujt, e mi ndjek hapat e tjerve, tutje unë mendoj që nuk duhet me etiketu njerëzit, edhe nuk duhet me vjell vendin tanë, por për një me duhet me dosht, jo me fjallë thota, po me punë konkrete, se cili me ato që e ka kapacitet, hoxha me ato të vetën, mjeku me të vetën, mësimdhënësi me të vetën, gazetari me të vetën, ekonomisti me të vetën, e kështu me rohë, pra mendoj që se cili duhet me jap kontributën e vetë, me atë sa Zoti ka dhënë mundësi. Faleminderit shumë, Albert. Po e shpërblet për mundësinë bojari, përshëndes. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum selam. Kishim pra Albertin, po para ti ishte telefonuesi i cili ka pyetur më herët se ai është bërë ndonjëherë analizë gurit të Qabes, koreshtar të di. E kam përshtypjen bojar se pjesat dërmuese nuk e kanë parasysh cili është guri i zi. Edhe do më thonë një pjesë e madhe e njerëzve kur flitet për gurin e zi e mendojnë Qaben si guri i zi. Qabeja nuk është guri i zi. E ndërtesa në formë të kubit, do më thonë rreth cilës sillen njerëzit, ai nuk është guri i zi, ai është ndërtesë ndërtuar me tulla, po mbështjellësin e ka të zi, me një material special që është i çëndisur me are, e që më herët e kishte edhe me ngjyra tjera. Po, në një prej çosheve të saj është një parafërsisht kështu, një 5-60 cm me një formë elipsoide, e aty është guri i zi.
që gjatë ndërtimit, transmitimet thonë se ka zbrit prej xhennetit kur është dashur me vendos aty, transmitimet thonë ka qenë i bardhë, është nxjerrë me kalimin e kohës. Me thonë drejtën nuk e di nëse i është bën ndonjë analizë ndonjëherë për me pas se çfarë përbajtje ka. Pse nuk e di unë, s'do të thonë se është bë, po edhe s'mund me pretendu se i është bë se mungoj njohuritë. Mirë, kemi një tjetër telefonat, pastaj komentojmë atë se çfarë tha Alberti. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Dhe ishta me avon një pyetje hoxhës. Po? Pak pyetja është e çuditshme, po në masë një prift ka folë që ta shkohën në fundet e kanë pyetë edhe ato për që para pyetjen që du m'ja bone hoxhës. Edhe ka pas dollë kjo aty, nuk koni si refren e thejqen kjo estrada e muzikës amerikane, gjënë se për me mri edhe me dollë çdo skenë më bon VIP, e ka një parë si pakti, e bujnë një marrëveshje me djallin, edhe thojnë I sold my soul to the devil. E bona shitjen e shpirtit të djallit. Edhe nuk u pas mirë fort, aty nuk e kanë pas marrë shumë interesant, më neshin me ana shkalu, por që tash mas me kanë pas marrë shumë serios, edhe ja ka bo një pyetje edhe një priftit, edhe prifti ka full për ta. Dhe ishta me vetë hoxhën, a mundet njëri me bon kësi marrëveshje, se prifti tha kjo është vesh mashtrim, mundet tha po, ta mund me bon pakte me djallën, po është vesh mashtrim, se shpirtin jam me rëzoti, tha kërkur se shpirtin së në shet. Dhe ishta me vetë hoxhën, që ka me do për shto. Kjo është e pyetja. Faleminderit. Pra, ishte Alberti që më herët përmendi se si në vend të vlerave promohen antivlera kështu me radhë, por thot vendin ta duam me punë dhe për kushtim. Po. Pajtojmë plotësisht, do thonë s'do në koment. Mirë, kjo telefonata e fundit, pra marrëveshje me djallin për të bërë VIP. Unë nuk e di, a bën këtë gjë njeriu, thot. Nuk e di si funksionon kjo. Mirë, po kur është në pyetje shitja e shpirtit, kjo si frazë përdoret, e ka shit shpirtin, ose ja ka shit shpirtin djallit, ose ka bo pakt me djallin, edhe unë menoj se për te realitetit kjo ka simbolik, edhe simbolika e saj është shumë reale, edhe nuk ka ma keq se sa me e shit shpirtin, për arsye se me e dasht me e shit që të laps. Ti e ofron edhe merë në kundër vlerë këti lapsi një diçka, një monedhë, 50 cent, 1 euro, 2 euro, pak ka rëndësi. Ama ata që shesin shpirtin, fatkesisht, ata nuk marrin kur gja. Edhe humbja e tyne është e shumë fisht. E ta shpirtin e merë veç Zoti, e vërtet është. Shumë e vërtet është. Mirë pa i njëti Zoti i cile e merë shpirtin, është betun shpirtin, edhe ka thonë, wa nefsin, wa ma sawaha, fa elhamaha fujuraha wa taqwaha, dhe pasha shpirtin, dhe pasha ate i cili e krijoi të përsosën shpirtin, ja frymëzoi të keqen edhe të mirën, pra ja tregoj cila është e keqa dhe e mira, kad efleha men zekaha, wa kad khabe men desaha, ka shpëtu dhe ka pas sukses ai i cili e pastron shpirtin, edhe ka dështu ai i cili e lë pas dore shpirtin, që në këtë rast është shitja e shpirtit si një prej shprehjeve të asaj. Pra Allah i madhruar e jep edhe e merr shpirtin si jetë, mirë po neve shpirtin na e kalon në përgjithësi dhe mirëmbajtjen e shpirtit e kemi obligim na. Në të kuptimin, shpirti është enigm, o ma utitu min el ilmi illa khalila, për shpirtin Allah thot, fare pak u është dhënë ditori, mirë po për me ditë çka është mirë e keq, edhe ajo që e quajmë pastërtit shpirtit, ato gjane janë të qarta të kuptueshme për neve dhe dihet edhe përgjithësia jonë lidhur me te. A ka mundësi dikush me bë pakt me djallin? Unë mendoj se po, ai pakt mundet me koni pa shpallën, mirë po mjafton me u shëndru njeriu me gjithë mundësitë që Zoti ja ka dhënë për me u ngrit ka enxullorja, me u shëndru në djallë, që kjo është shitje e shpirtit djallit. Vazhdojmë tutje, kemi një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për ti dhe për hoxhën e nderuar. Faleminderit. Allah i shpërblet për gjithë çka që bëni. Amin. Me vizorin ndryshme. Hoxhën me një sqarim të jashtëzakonshëm të kuptimit të fjalës. Ju lutem ngriteni edhe pak zërin në studio. Tash po. A më dëgjon tash? Po. Po, thashë Allah i shpërblet hoxhën e nderuar për sqarimet të jashtëzakonshme në mënyrë se si përgjigjet. Amin. Allah shpërblet jashtëzakonisht i mirë, jashtëzakonisht i qartë, jashtëzakonisht i qartë. Kjo që Allah shpërblet për gjithçka që bëni në mision. Amin. Faleminderit shumë për konsiderat. Selam aleikum.
Aleikum selam. Në vazhdojmë të shojmë duke se kemi një tjetër telefonate, inkuadrojmë një herë, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Kemi një pyetje për hoxhën. Po? Për në të mëdhoja që po vina, që po flitet mos me maru havëll, për në të mëdhoja, është e preferuna ju. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Kemi një tjetër telefonat, alo? Alo? Noni? Alo? Po, Noni. Selam aleikum. Aleikum selam. Edhe një herë unë se harova me tonë, se disa është e sakt. A i kur ka ra, ka qenë i bardh edhe unë zi. Po, e përmendet këtë më herët. Ajo është në zi për shkak se ka ra në tokën e gjakut. Se kur atëhere, aty Habili dhe Kabili që e kanë mytë njoni tjetër të aty, edhe për qatë shkak. Po, ju nuk pyetet për arsyeën se unë zi, pyetet ai është bërë analiza, prandaj edhe hoxha u përgjigj që nuk ka informacion nëse është bërë analiza apo jo. Faleminderit shumë. Hallëve për natë madhe, bën as bën me bo? Në qitape kërkur nuk shkruan që hallëveja ka ndonjë vlerë të veçantë, ai është thjesht ushqim, cili njeri e përgatit edhe e ha, edhe e shijon, edhe kaq. Vazhdojmë tutje, telefonata e radhës, urnoni. Alo? Alo, ju lusë që të nga dëgjoni vetëm përmes telefonit dhe të largoheni për televizorit derisa po bashkëbisedojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Alo. Po? Alo. Po, urnoni. Po presim derisa të largoheni prej televizorit që të mos kemi pengesa në komunikim. Alo. Po, noni. Selam aleikum. Aleikum selam. Une nuk pe poli vitri pe lëma ma vërë. Po? Po do në me dita, është mirë, asë është mirë. Po duhet të reagojmë sepse... Pe vitri nuk pe poli a bin herë, të në pe lë fakema gjysë për, të të retrivej. Mirë, do t'i përgjigjet hoxha, falinderit shumë. Po hoxh, në 4:30, pra në këtë kohë. Në këtë kohë, nëse e falë vitrin në 4:30, mendoj që është në rregull, për arsye se akoma s'ka hyrë koha e namazit sabat. E vitri ka kohën prej jacis deri sa të hyrë koha e namazit sabat, në rregull është kësaj. Kuadrojmë një tjetër telefonat, urnoni. Alo. Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Dosha me bu një pyetje hoxhës. Po? 2 rekate që falen masi që të kryhet vitri, masi që të linë dielli, sa dohet mas lindjes diellit me i falë ato 2 rekate. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Kemi një tjetër telefonat, apo mirë, i përgjigjemi. Nëse i falë ato 2 rekate, po, gjysore 40 minuta masi të linë dielli. Besoj që është e mjaftueshme. Mirë. Shojmë, a kemi tjetër telefonat, apo do të lexojmë edhe një mesazh për fund të emisionit. Thotë, si t'i ruaj miqësitë nga inati dhe xhelozia? Nëse është fjala për inatet dhe xhelozite aty të miqësisë, nëse është fjala për këtë, nuk e di, apo për ndonjë xhelozi të jashtme. Si t'i ruajmë. Nuk ka dhënë më shumë. Po ku e gjeti bashkë që mesazh të paqartë me lexuar. I radhës ishte. I radhës ishte. Haj, mos t'ja nisim me u përlasje, e këna nisë për fillim. Si do që t'jetë miqësia donë përkushtim. Donë edhe zemërgjerësi. Vetë nuk je i përpikt, nuk je i përsoson. Mos prit edhe miku jëtë me koni përsoson. Edhe në këtë rast nuk zemrohesh për çdo gjë, edhe kështu ruhet miqësia. Inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Unë gjyqë Husen, ma fanë me e boni pyetje hoxhës. Po?
me derë qelë, a ban me flajten, një. Me qka? Me derë qelë. Derën qelë. Qelë derën, a ban me flajten. Edhe në banja, a ban me mora vdes, a ban me mora vdes. Bravo, e qartë. Shumë faleminderit. Selamu alaikum. Aleikum selam. Edhe unë u bona i tepër të thonë bujar, nëse është fjala për derën e dhomës hapun, po ban me flajt, nuk ka të lashe. Edhe në banjo ban me mora vdes. Faleminderit shumë. Faleminderit të t'juja. Dashur miq, kaq për sonte, mirëmbëjtje.